Horoskopi ditor, e njëte, 16 tetor 2025, Dashi. Jeta juaj në çift do t'hyjë në një fazë edhe më të bukur gjatë kësaj dite. Do të merreni më tepër me atë që keni në krah dhe atmosfera do të ngrohet së tepërmi. Beqarët nuk do të kenë dëshirë të fiksohen pas ndonjë personi dhe do të mbeten me të njëjtin status. Sektori financave do të vijë duke u stabilizuar. Do të ndiheni edhe më të qetë kur të kryeni shpenzimet tuaja. Demi, ata që janë në një lidhje do të dashurohen dhe do të ndjejnë partnerin e tyre sa më pranë dhe ardhmja do të jetë akoma më e bukur. Beqarët më në fund do të gjejnë dashurinë e madhe dhe do të ndihen më të plotësuar se kur më parë. Në jetën profesionale do të mbështeteni nga Jupiteri dhe gjendja do të fillojë të përmirësohet. Do të shpenzoni me shumë kujdes dhe maturi. Binjakët, klima në jetën tuaj në çift do të fillojë të ngrohet gradualisht gjatë kësaj dite. Do të merreni vesh për gjithçka dhe do të largoni gjitha mendimet negative që keni pasur së fundmi. Beqarët nuk do të ndihen ende gati për të filluar një histori dashurie dhe pse mundësitë që do t'ju jepen do të jenë të mrekullueshme. Në planin financiar do të keni më shumë fat se kur më parë. Gjendja do të vijë duke u stabilizuar. Nga forja, do t'jeni të vendosur sot i zgjidhni një herë mirë të gjitha problemet që keni pasur në jetën tuaj në çift dhe do të ndiheni shumë më të qetë se kohët e fundit. Beqarët ka rrezik të tregohen impulsiv dhe të bëjnë disa gabime të pafalshme. Çështjet e financave nuk do të jenë në gjendjen e tyre më të mirë. Tregohuni shumë të matur me çdo shpenzim dhe shmangni dhënien e huave. Luani, ditë shumë e turbullt dhe plot probleme kjo e sotmja për ju të dashuruarit. Mos merrni vendime të nxituara të cilat mund të prishin gjithatë që keni ngritur deri më sot. Beqarët nuk do të kenë mundësi të mira për të filluar një histori dashurie, kështu që për të mos u ndier vetë duhet të qëndroni pranë miqve. Për financat duhet të përkujdeseni edhe më tepër. Virgjëresha, mos e kundërshtoni për çdo gjë partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe nga ana tjetër mos kërkoni gjëra të pamundura prej tij sepse nuk është momenti i duhur. Merrini gjërat mështruar. Beqarët do të duhen ende të bëjnë durim sepse as sot nuk mund ta gjejnë dot princin e tyre që kanë ëndërruar. Financat do të varen nga mënyra se si ju do t'i menaxhoni. Tregohuni të matur. Shorja, jo e gjithë dita do t'jetë e qëndrueshme për ju sot, kështu që bëni kujdes në ato që i thoni partnerit. Nga ana tjetër duhet të tregoheni edhe më liberal dhe tolerant. Beqarët do të kenë takime, por sërish nuk do të arrijnë të fillojnë dot një lidhje të qëndrueshme. Gjendja financiare do të jetë edhe më e mirë nga sa kishit menduar. Do të ndiheni të lumtur për këtë arsye. Akrepi, merrini gjërat me sa më shumë qetësi sot, ju të dashuruarit, sepse përndryshe situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit. Beqarët do të kenë takimet papritura të cilat do t'ju ndryshojnë njëherë për gjithmonë vimësinë e jetës. Në planin financiar duhet të merrni masa strikte nëse doni që gjendja të fillojë të përmirësohet. Po shpenzuat kuturu do të fillojnë problemet. Shigjetari, ditë e mrekullueshme e mbushur plot me emocione të jashtëzakonshme, kjo e sotmja për të dashuruarit. Do t'i harroni edhe mosmarrveshjet e vogla që keni pasur disa ditë më parë. Beqarët duhet bëjnë kujdes sepse disa persona dashakeq do t'i kërkojnë t'i tërheqin pas vetes. Financat do të vazhdojnë të mbeten delikate dhe do t'ju duhet ndihma e të afërme për t'ja u dalë. Bricjapi, do t'jeni shumë kapricioz sot ju të dashuruarit dhe në asnjë çast nuk do të ndiheni të kënaqur. Mos kërkoni gjithmonë gjëra të pamundura sepse partneri nuk do t'ua plotësojë dot dëshirën. Beqarët duhet i pranojnë ftesat që do t'u bëhen në mënyrë që të fillojnë histori dashurie të këndshme. Në planin financiar nuk duhet të hidhni asnjë hap pa reflektuar për gjendjen në të cilën ndodheni. Ujori, marrëdhënia në çift do të fillojë të ftohet gjatë kësaj dite. Duke u marrë vetëm me punën dhe çështje të tjera, keni kohë që e keni lënë pas dore partnerin. Për beqarët do të ketë takime mbreslënse të cilat shumë shpejt mund të shndrohen në histori dashurie afatgjata. Gjendja e financave do të lërë goxha për të dëshiruar. Tregohuni të kujdesshëm. Peshqit,
Mund të jetë një ditë ku krimtaria dhe intuita bëhen aleatët tuaj më të mirë në vendin e punës. Mos hezito të propozosh ide të reja, por para se ti zbatosh, kontrollo detajet për të shmangur keqkuptime apo gabime. Bashkëpunimet me kolegët mund të sjellin fryte nëse ke durim dhe komunikim të hapur. Në marrëdhëniet personale do të kesh mundësi të thellosh lidhjet me sinqeritet dhe ndjeshmëri. Shpesh ndjenjat që ke brenda në marrëdhëniet personale do të kesh mundësi të thellosh lidhjet me sinqeritet dhe ndjeshmëri. Shpesh ndjenjat që ke brenda nuk di si t'i fshehësh. Nëse ke diskutime të pasgjidhura, këndi një bisede të qetë mund të ndihmojë për beqarët. Hapësira sociale mund të sjellë takime që stimulojnë shpirtin. Energjia jote mund të variojë, prandaj kujdes me përpjekjet e tepërta. Çfarëdo lloj aktiviteti, let fizik si ecje, qet, yoga, do të sjellë përfitim. Gjumi i mirë është një dietë e balancuar, janë aleatët më të rëndësishëm për ju. Merr kohë për relaksim dhe meditim për të ruajtur ekuilibrin emocional.